Po, vetëm ashtu. Problemi është që Shkruani pyetjen tuaj, po vazhdo më nëse ti nuk din me bon koalicionime, partner me gjetë me qeverisë, ik me shko të shtëpia. Shoje më udhën. Po presupozimi ki. Shkruani pyetjen tuaj. Jo, nuk e kam, por arsye se dëgjoje. Njëra prej eksponentëve. Po. Njëra prej eksponentëve të zotit Kurti. Sot tha një qërëditun, e qërëdit komplet shoshnin. E drenori nuk e rejnë. Pyetjen tuaj. Jo sot cilësim. Ne nuk diskutojmë me partitë politike. Po me grupet parlamentare. Ashtu më leksion demokraci. Se me kon ka me folaj. Po ajo në ata grupet parlamentare vinë për një partia për havoje. Po ja, shka tash... E qymë që po vlet me grupe parlamentare, s'po vlet me parti politike. Po sepse qatë Po kush drejt që një ka qunë parlamentet ata individ me cilë që po do me folë? Partia politike. E ti me partinë politike du të me folë. Po nëjse dhe në parti politike. Ata personalisht kanë bërë vota. Kushtetues demokratik e cakton, o zoti Gomi. Mirë. Okej, vetëm pak. Si ju po doli me shëndru Kosovën me Albin Kurtin gjungëll, ku vetët veç Luani. A Luani Jovi praru me dukat që e qitë një për internet. Po ma mirë se mi vetë. Karikaturin i bomave. Prit, se tani mos merremi me kafshët dhe me kë e bën? Sipas teje? Zoti Kurti ka gjitha opcionet qelë. Sepse mas pare, këta e kanë nuk po flasim për matematikore, kështu. Albin Kurti përmes dy-tre njerëzve, deri sot ka dhënë mesazhe që s'po do me bon heq. Qeveri, deri në vjesht. Publikimi i 2 ditëve rresht i hartave të zgjedhjeve të non-shkurtit, zotnit nderuar, do me thonë edhe dërgimi i çështjes në kushtetuese, do me thonë që Albin Kurti nuk është interesu me kriju qeveri, leta dini kap nuk për fjale. Po të kapëm, më së tëtë. Po vesh me do në valin pa qeverisën qëtë kur bota po leviz dhe ju flani gjumë, ja kini fut gjumë të arushës. Kjo është para gjykim? Pse qaj të bon? Se ti... Ku është zoti Kurti sot? Ku petin ku nesër? Ku është? Shkon atje po këshyrë teknologji, thu se Kosovës vetë teknologjia. Se ka thirë konstruim në kuvendit, ju i dini pak regullat. Vetëm pak, mos ndalemi tani me kë e bën. Para se të nalim me kë e bën, sepse unë kam disa analiza që mund t'i them, por fundja fundit deshta të them zotit Mathushi. Ato nuk qëndrojnë që i them aheret fare. Cila? Jo ato, thuj cila. Me leninizm, e me milici, e me titizm, më falë, ju mund të keni përvojsun, jo titizm nuk e përmeri kjo kur ti po përton. Stalinizm. Nuk e përmeri titizm. I linu dhe i rritun, Kush e përmeri titizm? Veç titizmi, po milicia në qatë. Atë po mashton. Ti jeni mashtu se ordiner po. Nëse mendon që të na fyr mund të shkëndrurë statin e nëndë shkurtit e kika. Matoshi, vetëm pak, nuk është në interes tani ta acarohemi. Na fyte, në vazhdueshme po fyt. I thash që nuk është e pa drejtë. Qëllësime politika në kustim. Tregoj ti dënori sa nuk e din. Tregoj ti që qëllësime politike nuk janë fymje. Vetëm pak. Stalinism nuk është drenori stalinist. Vetëm pak, nuk është drenori. Edhe këtu në studio s'ka asnjë se nuk është stalinist. Po ti cilë periudhë tipike e periste staliniste. O Matoshi, mos të ofendojmë tani o zotri. Rrit tani se flasim kush me kë. Kthehemi te